kryeministri italiane Giorgia Meloni ka qenë një ndër politikanët e jashtëm të cilët kur e kanë uruar kryeministrin Edi Rama ka thënë një fitore që nuk pritej, e papritur. Si e konsideroni juve këtë gjë, duke qenë se Meloni është një përkrahëse shumë e madhe kryeministrit Edi Rama dhe këtë e kemi parë për aq kohë sa këtu në Shqipëri është hapur dhe kampi për emigrantët. Po Meloni rregulloi shtëpinë e saj, po me di pa rregulluar shtëpinë tonë. Meloni u nda nga burri tani do vi të rregulloj Shqipërinë. Që janë këta bakallarë që na vinë këtu më. Po që janë këta bakallarë, këta dëgjoni dhe këta pret Edi Rama. Ne Meloni dhe Melonia e Melonët, LGBT të Evropës, po e theksoj prapë se u si quaj gjë tjetër ata. Na duan vetëm për kosh plerash për të shkarkuar plerat e tyre, si për shembull Anglia që ka bërë 4 marrëveshje për të hedhur, për të sjellë këtu qoftë emigrant, qoftë unë nuk e kuptoj këta shqiptarët, flën gjumë akoma nuk janë zgjuar. Si e konsiderojnë këtë ardhjen e këtyre njerëzve një të mirë për Shqipërinë, vetëm të mirë s'ka, përveç të këqijave. Avokat, Tirana mi priti një ndër samitet më të rëndësishme gjatë viteve të fundit. Si e vlerësoni ju ndikimin e këtij samiti të komunitetit politik evropian në zhvillimin e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian? Dëgjoj, ta njëherë, me që vajta te Manoli as i fole as më foli. Ata më zonjë s'mori vesh njeri përse erdhën dhe çfarë bën dhe ç'vendim e morën, se deri tani s'na kanë thënë ndonjë vendim. Çfarë mesazhi sipas jush dërgoi Shqipëria në arenën ndërkombëtare duke organizuar këtë samit? Ai që një samit i organizuar më tepër për të rritur vlerat vetes ky Pol Pot i Tiranës, Edi Rama, se ndonjë vlerë nuk kishte ai samit. Absolutisht asnjë vlerë. Ne kemi thënë të paktën personalisht, unë po dhe shqiptarët nuk presin asnjë gjë nga Evropa. Evropa deri tani ka qenë, është dhe vazhdon të mbetet një mashtrim i përditshëm. Nesër s'kini bërë sa detyra, po do t'i bëni sa detyra tjera. Zgjedhjet kësaj radhe nuk ishin të mira, po ishin më të mira se të kaluarat, e tjera. Evropa zonjë na gënjen, na mashtron, duke mbajtur në fuqi komunistët e Shqipërisë, sepse gjithë Evropa aktualisht po ndjek politikën e Moskës, jo politikë demokratike dhe jo politikë në interes të popullit shqiptar. Deri tani evropianët me neve po tallen. Kështu që unë as i llogaris fare as i gjallë as të vdekur, ata sepse erdhën as i pa njëri as i dëgjoi njëri. Mbledhja që bën nuk dha ndonjë rezultat, sepse nuk morën asnjë vendim pse erdhën. Se ata vendim nuk morën, atëherë cila që arsyeja që erdhën këtu. E vetmja gjë që paraprin ata LGBTQ të Evropës, të gjithë ata sa ishin, përgatitën dhe organizuan dhe financuan paradën e turpit të LGBTQ-ve partien Tiranë. Turpi kombëtar, s'kishte parë ndonjëherë që ne të bënim dhe të pranonim LGBT të Tiranës, homoseksualët, pederastët, pedofilët dhe të gjithë lumin e lumit të shoqërisë njerëzore, që na e paraqesin sikur janë dikush janë, për më tepër që na doli dhe ai Gonzatua, ai tjetër palacio ai, po e theksoj prap, një fundërin që na pas kanë sjell ambasador aty, i cili ka 2 fëmijë që ka qenë martuar, tani na qenë ka martuar dhe me një burr. Tani nuk na tha, më fal se do ta them, unë dhe shqiptarëve u kërkojnë ndjes. Kush ja e për njëri tjetër, Gonzatu ati burrit apo ai burri Gonzatos? Se këta pisa janë që na vinë nga Evropa në Shqipëri.